Miqtë Prizmës, zgjedhjet në Partinë Demokratike janë kthyer në butaforinë më të shëmtuar ndonjëherë të ndodhur në demokracinë shqiptare, por kur them demokracinë, gati bëj edhe unë një butaforizëm, sepse sigurisht duhet marrë me shumë vëmendje, me shumë kujdes kjo fjala demokraci këtu ke ne. Këtu ke ne nuk mund të ketë demokraci, të vërtet kur partitë që formojnë, demokracia është pluralizëm, është bashkëveprim i multipartitizmit, pluralizmit, të cilat vetë në përbëmjen e tyre, në staturën e tyre, në statutet e tyre, në qëndrueshmërinë e tyre politike, nuk kanë demokraci të brendshme. E si mund të diskutohet këtu për demokraci normale në shoqëri, kur ato që janë qelizat, përbërësit, ingredientet e demokracisë dhe që janë partitë, nuk janë demokratike. Janë o parti kryetarësh, o klane, o tarikate, të cilat sigurisht pastaj nuk kanë demokraci të brendshme, nuk kanë zbatim të statuteve, nuk kanë liri të veprimit vullnetar, cilën duhet zbatojnë ato dhe për cilën janë ngritur. Në bazë të një legjislacioni i cili vendos rregulla, por sigurisht në bazë të një, nuk e di, tash si të them, një kushtetutë që kanë. Kushtetutë të brendshme të tyre. Ku bie fjala, nëse ke thënë që humb zgjedhjet, duhet dorëzosh detyrën e kryetarit. Gjë e pa imagjinueshme për Sali Berishën. Dhe pikërisht ky njeri do që të bëjë zgjedhje të lira. Sali Berisha është nga ata persona të cilët kandidon për kryetar dhe zgjedh se kë do të ketë përballaj. Deri tash ka realizuar përjashtimin si me letra, si pa letra, si me reagim, si pa reagim të shumë personazheve, cilët kanë marrë përsipër edhe të reagojnë, të thonë diçka ndryshe, të shkojnë në një miting, një kundërshtari brenda partisë, jo kundërshtari politik. Siç është bie fjala Salinjani ose kjo Alessia Balliu, ose dhe shumë tjerë, duke përjashtuar nga partia, duke i shpallur armiq, duke zgjedhur kundërshtarin, duke i klasifikuar ato në tradhtar, në shërbim të Ramës, në shërbim të tij. Sigurisht këto i bën Sali Berisha. Dhe ka sejmenet e vet, mësën, servilet e vet, edhe rufjanët e tij, të cilët janë pastaj edhe deputet, janë në Tiranë kryesisht, po janë edhe sejmenet agallarët të shpërndarë në rrethë, në për bujtinat e Partisë Demokratike, në për portalet që paguhen nga demokratët dhe që i shfrytëzon Sali Berisha. Por që ju mos të thoni që flasun kështu, po mbaj një qëndrim ndryshe sonte. Po lejoj, kam dhënë intervista, po i mbledh dhe po jap disa prej këtyre intervistave, bile i kishin shkuar deri ke Partia Demokratike ata djemë të Durrësit, cilët realisht nuk i kanë asnjë faj të Sali Berishës. Faji vetëm i tyre se kanë bërë një mbledhje ku takim me Salinjani dhe sigurisht pastaj ky e etiketon me tradhtarë, nuk e di. Kam edhe një diskurs, po masit i dëgjoni. Tash më keni dëgjuar mua gjithmonë? Shkoj bile deri në Drishtën, thot një aty që ndjek emisionet e mia. Çfarë po ne i bën atij Sali Berishës, nuk i bëj Sali Berishës. Nuk më intereson fare fati i tij politik. Mirë po, për ata që sigurisht e kanë me seriozisht dhe sinqerisht demokracinë në Shqipëri, Sali Berisha i ka. Ai është tradhtari vetëm. Asnjë tradhtar tjetër nuk ka më të madh. Partia Demokratike e sotme e përdorur me vule me firma Sali Berisha se vetë Sali Berisha. Po mos jetë ai Partia Demokratike do të ishte jashtëzakonisht më e shëndetshme, më e mirë, më luftarake, më konkrete, më me alternativa. Prandaj tashmë nuk është një faj i Sali Berishës, si Sali Berisha, Sali, Shiqere, Ram, Vigjidol Berisha. Nuk është faj i tij më, është faj i këtyre berishkëve, vetë këtyre klonëve të Sali Berishës, cilët vegjetojnë, cilët janë në simbiozë me, ai është krokodili me gojën e hapur, në ato dhëmbët e zverdhur të krimbur, por që pastrohen nga këta zogjt e vetëm, që kanë mbetur tek tuk në një prej tyre dhe që e shoqërojnë brapa.
Megjithatë unë po ndroj stil sonte. Dëgjojeni këtë. Përjashtojmë nga individ që janë në poste nul. Se për mua sot më pyesësh, Sali Berisha nuk është më kryetari i Partisë Demokratike, sepse unë jam avokate dhe pa diskutim, qoftë do flasim për rregulla dhe për statut, pa diskutim momentin që unë mbet zgjedhje, ti automatikisht nuk je më kryetar dhe nuk ke drejt të rigarosh. Tani është një çmenduri që ndodh në Shqipëri, që ky individi që është vetë kandidat, do vendosi kushtet se kë kandidat tjetër do ketë përballë. Kush është ky? Ky është një kandidat antar partije si gjithë në tjerë. Do thuash ti është Sali Berisha. Okej, më ka të privilegjet e veta, por kjo nuk e bën të zgjedhë kundërshtaren. Fondet e partisë i ka përdorur si çdo vet, e kemi parë për interesat e emrit të tij, të familjes së tij. Por tani vetëm në Shqipëri ndodh kjo gjë, sepse në çdo shtet botës normal do kishte gardë, absolutisht nuk është personi që garon vetë që do zgjedhë kush. Kërkuar ballafaqim me leadershipin këtu. Dhe kam kërkuar, si që jeni dhe ndjeni edhe në daljet e mia tjera publike, kam kërkuar fakte dhe prova për sa që quan në vendimin e shkarkimit tim. Jemi këtu të gjithë bashkë dhe po e theksoj prap me insistimin e këtyre demokratëve, drejtuesve të grup seksioneve apo sekretarëve të grup seksioneve, kryetar apo sekretar grup seksionesh, kërkojmë, nëse është e mundur edhe tani në këto momente, kërkojmë të bëjmë një ballafaqim me zotin Berisha, pasi jemi rënduar shumë me akuzat, janë akuza shumë të rënda për mua dhe për kolegun tim. Mos të dalim njëri nga një mikrofon dhe tjetri nga mikrofoni tjetër të bëjmë monolog, ja ku jemi të ballafaqojmë njëri tjetrin dhe të qartësojmë këto gjëra, sepse i detyrojmë këtyre demokratëve. Edhe të gjithë jeni dëshmitar që pas foltores Salianit Durrës u vu partia në lëvizje, filluan dalin deputetët që i thonin leadershipit këtu që nuk na vinë njerëzit. Ne i tregum atyre leadershipit këtu që njerëzit janë aty dhe nuk është e vërtet që nuk vinë, po nuk ju vinë juve. Nuk i vinë deputetëve të Durrësit. Pse nuk e tentuan ta bëjnë një takim Durrës? Ka ardhur zoti Berisha 2 herë, një herë në Maz, një herë në Suk. 33 vjet kam qenë ushtar i Berishës. Dhe vazhdoj të jem akoma për të jetë gare barabartë. Sot mbështes Salianin, që fatkeqësisht më dal me druat më mbrapa, por e mbështes sepse duam liri, duam tamam të jenë votat të votojmë demokratë, jo të ndërroj emrin Sali Berisha, vej partia Xhaxhi Denver, jo komunistët janë të mirë. Kjo vetë ashtu, nxjerr Saliun, nxjerr diçka kote. Ja mbështes Salianin dhe me shpirt po ta lën në gardë ndeshme. Prisja një përjashtim timen nga Partia Demokratike për shkak të mos aktivitetit politik në vitin e fundit, por kurse si nuk mund prisja një përjashtim timen në të njëjtën listë edhe me disa zonja tjera, zonja Zheni Xhirxhi, zonja Alesja Balliu, zonja Rudina Alla, qoftë edhe zoti Dashnor Sula, të cilët për hir të vërtetës e kanë shprehur tashmë vullnetin e tyre politik dhe mos përkatësinë më në Partinë Demokratike dhe pse nuk e kanë formalizuar atë në formë shkresore. E gjendur në këtë situatë, sigurisht unë i dija arsyet informale dhe personale që shndronin prapa propozimit të emrit tim, sepse emri im u artikulua nga deputetja Çapja e listës mbyllur e Partisë Demokratike dhe gjithashtu edhe nga deputeti Himçi tashmë, që më përpara mbante dhe postin e kryetarit të këshilltarëve të Këshillit Bashkiak Elbasan. Duke qenë që në lidhje me këtë të fundit, konflikti im është më i hershëm, sepse lidhet pikërisht me aktivitetin e tij në Këshill Bashkiak, me faktin që unë e kam bërë edhe publike që ky zotri ka tentuar dhe ka tentuar të ndikojë votën e këshilltarëve dhe gjithashtu edhe ka bashkuar votat e veta në lidhje me impiantet fotovoltaike të atyre që sot janë manjatët më të mëdhenj të ekonomisë shqiptare, në lidhje me zgjerimin e tregut ushqimor të atyre që zoti Berisha i shan nga mëngjesi në darkë duke thënë bandat dhe shumë vendime të Dëgjuat? Tash nuk po merrem me Alesën se thotë cop, Sali Berisha kanë mendje të zgjedhë kundërshtar. Përjashtoi të shpallit tradhtar të tjerë. Dhe mos zbatoj asnjë lloj nenit statuti që ka partia. Kjo bën vaki vetëm Shqipëria, është shumë e qartë.
as këtë vajzën Dursakin, nga Elbasani, që edhe këtë e nxjerrin jashtë. Miqojni këta Dursakët cilët sigurisht ju vjen keq edhe atë tjetrin, që thotë që kanë 30 vjetë, dhe 35 vjetë, 33 vjetë, që shoqëroj Sali Berishën, po të si jam me Salinjanin. Liroje, e ke bërë si quve partitë e Enverit. Në fakt, nuk është partia e Enverit, është as e komunistave e ka drejt. Është partia e Sali Berishës, më keq se partia e Enverit. Po dhe çunat e Durrësit. Po si mor çuna vazhdoni t'i thoni, bëni aty ke Sali Berisha akoma besoni. Në fakt duhet t'ja përplasni të derën e Partisë Demokratike, që ti je komunist i fundit, ti duhet largohesh prej këtej Sali Berisha. Ju jeni shpallur që jeni shpallur armiq në Sali Berisha. Ju ka shpallur tradhtar armiq. Çfarë prisni më? Çfarë prisni më? Ta aktivizoj ish sigurimin e shtetit, t'ju bëj atentate, nuk ka mundësi t'i bëj këto. Në demokraci, t'ju fusin burg, nuk ka burgje. Si ka ndorë Sali Berisha. T'ju bëj atentate, base ka ikur edhe koha, ai ka bërë atentate gjithmonë, po të Shqipërisë nuk ka këtë aftësia, s'ka njerëz për këtë punë. Ka disa kapuçon zi aty që gjuajnë me fishek zare, hedhin molotov, po jo më tepër se sa kaq. Mbi surratën e Sali Berishës edhe shpinën e tij të krusur, edhe ecën e tij si forma K, rëndojnë dhjetra gjaqe, sipër në veri, sidomos në Tropoj, të katër të vrarë në bulevard, dhe shumë plagosur, 26 vrarë në Gërdec edhe shumë plagosur, Kosta Trebicka, mund tjetë edhe në një tjetër që ka ra me makinë ose që ka vdekur i smurde me në spitale, e shumë tjerë të cilët janë pasoja direkte Sali Berishës. Qa për i runim, qëfar erzit jeni duke i rujt Sali Berishës. Është shkatrusi i demokracisë, është shkatrusi i Partisë Demokratike, është denigrusi juj, është njeriu që ka prisur marrëdhëniet e demokratëve me Partinë Demokratike, që i ka shërbyer pushtetit sotëm më mirë se vetë pushteti sotëm vetes vet. Nuk ka punuar më mirë Edi Rama dhe partia e tij për të qëndruar pushtet se sa Sali Berisha për ta. Gjithmonë ju kam thënë gjanat edhe gjithmonë pastaj janë çuar. Kur ka ndodhur gjërat, kështu i thosha për Lulin, ja Lulin është kështu, je komunisti. Pastaj fillon t'i thon këto komunist Lulit. Për Berishën ju kam kohë që ju thon komunisti. Komunisti janë gjithë ata që s'kan qenë komunist. Gjithë ne që s'kemi qenë komunist, s'kemi punë me komunistin, na ka internu komunizmi, edhe na ka vrarë baballarët komunizmi, na ka marrë dhe pronat, jemi komunist. Ky për Viçidorit me valigje drunit edhe me çora pleshit, komunist që 22 vjeç, dhe deri sot, ky nuk është komunist. Pra, keni lujt mend edhe ju, që mendoni kështu që i shkoni mbrapa. Se shfaj ma i tije, është i ju i kushdo që i shkon mbrapa. Ka prishur demokracinë, ka shkatruar demokracinë në Shqipëri, i ka dhënë fund asaj. Është ai numër 1 që tjerët vinë mas tij. Çdo emri tjetër që të nxirrni është shumë mbrapa Sali Berishës. Pra, për nga keqani, nga njeriu i keq. Është ai në vend parë, vend dytë e tretë s'ka, të tjerët vinë në vend 4 e poshtë. Dakord, miqtë mi, i dëgjuat kush janë njerëzit e si flasin. Edhe si puna këtyre, një intervista ka shumë në Shqipëri, jashtëzakonisht shumë. Janë qartësuar. Sa më tepër të shtohen këto, aq më afër është fundi politik i cili ka ardhur tashmë i Sali Berishës. Dakord, miqtë mi?